Edhe në pianisi edhe pjakën dhe i kongën e pianisi, po vjen edhe po ma gjetë kështu për qofe, faleminderit. Po kish këshyra i pak një detaj të vogël, se mi kish dhonë dëpore ma pak. Edin, mi kish dhonë 10 euro. Okej. Tu menuaj që mi ka dhonë 50, tash, edhe po vjen, tha, po kërkoj folje, tha, se ti kom dhonë, tha, pak pare, edin, thash, po më vjen mirë, thash që më ke vlerësu po pe vlerësën thash, po, li, thash me qikaq, thash, se unë jam i knoqë si mi dhonë 50, si mi dhonë 10, nuk është e lashe. Fitem, është e pamundur realisht i ikim dasmave. Unë e di që kur ka dasma në numër të madh, shpesh herë ndoshta ndodhin edhe disa momente qesharake që nuk harrohen. A mundesh me ndonë ndonjë me shikuesit e emisionit 05 që me ndonë se ja vlen? Diçka pak më interesante, jo e zakonshme. Po, jo e zakonshme. Munu me zgjedh një herë në Malishev, kemi pas një rast, edhe po ula në sufër edhe pianisi me këndu edhe një po thot me kënu një patriot Malishevës. Okej. Fatmirësisht ajo kong ishte në repertoarin ton, e kisha në repertoar, pa e ka bo një gabim të lehtë, se e ka bo një gabim në të holla. Edhe tash, o artë edhe veç mi ka shti parët Në gjep. në qep edhe u nisë edhe me vrull me ndëgju çfarë adrenaline po merr ai tash. Okej. Edhe në pianisi edhe pjakën dhe i kongën e pianisi, po vjen edhe po ma gjetë kështu për qofe, faleminderit. Po kish këshyra i pak një detaj të vogël, se mi kish dhonë dëpore ma pak. Edin, mi kish dhonë 10 euro. Okej. Tu menuaj që mi ka dhonë 50, tash, edhe po vjen, tha, po kërkoj folje, tha, se ti kom dhonë, tha, pak pare, edin, thash, po më vjen mirë, thash që më ke vlerësu, po pe vlerësën thash, po, li, thash me qikaq, thash, se unë jam i knoqë si mi dhonë 50, si mi dhonë 10, nuk është e lashe. Është interesante kjo, sepse javë më parë kemi pas thuajse një rast në gjashëm, mirë po aty ka qenë problemi, i ka dhonë 50 me që mi dhonë 10. Do me thonë ka dhe kështë raste. Po vjen, tha, keq, tha, po besë, kum dasht me ti qitë, tha, 50 euro, tha, po ti kum lonë 10, tha, nas. Që edhe 14, tha, vjen mërzi, thash, ja, nuk kum vjen mërzi, e kum pas këtë rast në Malishev, e përshëndes shumë atë familje Caraluga ka qenë, e është shumë një familje mirë, është e 4 dasëm që e marrë atë, të e njëjta familje. Të e njëjta familje e 4. Të e njëjta familje e 4 është, e kom si vjetë në Korek. Edhe do me thonë tash të je, thuajse mik edhe ndoshta një lloj familjari tyre për deri sa ta besojnë. Edhe unë e ke shumë i shlirë kur i thash jo maj, thash se unë jam shumë i knoqën, thash, unë pe konsideroj, thash që jam 50, thash edhe ukri. E jam shumë mirë edhe këta njerëz i vlerësoj shumë. Kur e kanë me zemër një diçka, edhe hiç mos më të lanë, unë e punën ja kryj, se kam të lashe. Po, kur të vlerësën edhe ma shumë, atëherë duhet me pas respektin secili.